drejtësisë europiane. Ju thatë, qendra do të funksionojnë. Pyetja ime, kur do të funksionojnë dhe nëse për këtë do të prisni hyrje në fuqi të paktit të ri për migracionit, sepse edhe pak muaj kanë mbetur, kostot rriten, opozita flet dhe këto fonde thuhet që mund të përdoreshin për gjëra të tjera, duke pasur parasysh dhe manovrën e ngushtë. Zoti kryeministër Rama, a jeni penduar për këtë protokoll? Nëse po, nëse jo, dhe a do ta përsërisni të formulë me vende të tjera? Atëherë, shikoni, në radhë të parë dua t'ju them që e di mirë që opozita mendon që kjo nismë nuk ka qenë dhe nuk është një nismë efikase, sepse e dim qëndrimin e pozitës për sa i takon menaxhimit të flukseve të migracionit, por ajo që ju them është që pavarësisht se në Itali kjo gjë bën të diskutohet shumë, në Evropë ekziston një grup i cili ka tashmë shumicën e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, që mblidhet për të folur për migracionin përpara çdo takimi të Këshillit Evropian dhe që nis pikërisht nga vullneti për të gjetur zgjidhje novatore për trajtimin e fluksit të migracionit. Është një grup i cili u krijua për të përgjigjur dhe përsëritur modele si ato të protokollit Itali-Shqipëri. Dhe ju shtoj, kryeministri Rama është dëshmitar i kësaj gjëje për mua. Është dëshmitar i faktit që ka disa vende europiane të cilat prej kohësh përpiqen të bëjnë vend në të njëjtën nisëm, në të njëjtin protokoll. Pse? Sepse të gjithë e kuptojnë që një nismë e këtij lloji është revolucionare sa i takon menaxhimit të flukseve të migracionit, potencialisht kjo, për një sër çështjesh që ju dhe ne kemi diskutuar më shumë se një herë së bashku. Përveç kësaj, ne i dim arsyet se pse nuk ka funksionuar protokolli siç duhet të kishte funksionuar deri më tani. Sigurisht, protokolli do të funksionojë kur të futet në loj pakti marrëveshje e re për azilin. Sigurisht, do të studiohen zgjidhje më të mira për të përdorur sa më mirë dhe afatet e mbetura, por edhe këtu më duhet të kërkoj një reflektim, sepse nëse janë bllokuar disa transferime emigrantësh që duke konsideruar që vende si Bangladeshi dhe Tunizia nuk ishin vende të sigurta, në kohën kur propozimi i Komisionit Evropian për një listë të vendeve të sigurta ka brenda këto dy vende, atëre arsyeja ku qëndron? Pra, është e drejtë të konsiderosh, të gjykosh që le të themi, si mund ta them ndryshe, është e drejtë që ti mund të dyshosh që këto vendime në fakt kishin pas tyre arsye të një natyre të ndryshme, sepse ajo çka do të ndodh, pavarësisht se si do të vendosim të përdorim këto muaj që na ndajnë nga hyrja në fuqi e protokollit dhe deri në afatin e tij, sepse po punohet këtu edhe për paraprirjen e disa protokolleve, por kur ky pakt do të hyjë në fuqi, qendrat do të funksionojnë njësoj siç do duhet të kishin funksionuar që në krye. Pra, çfarë do të thotë? Do të kemi humbur? Do të kemi humbur një vit e gjysmë? Po, okej, 2 vjet, shumë mirë. Okej, shumë mirë. Do të thotë që kemi humbur 2 vjet për të mbërritur po aty tek ajo pikë që mendonim i fillim. Përgjegjësia në këtë pikë nuk është e imja. Kanë kaluar 2 vjet, ne do të mbërrim 2 vjet më pas për të bërë atë që saktësisht duhet kishim bërë 2 vite më parë. Mendoj që gjithkush do të marrë përgjegjësitë e veta. Atëherë, ju më pyesni nëse jam penduar, po nëse nuk jeni penduar që bëni ju për 2 vjetësh të njëjtën pyetje, si mund të pendohem unë që kam bërë dhe 100 gjëra të tjera së bashku me kryeministren tuaj. Dhe nuk di të them se çfarë do të kuptojnë ata që do të ndjekin kronikën e përgatitur nga ju, sepse këtu u fol për shumë projekte të përbashkëta, të cilat nuk janë projekte që janë thjesht projekte që i rrinë mirë Shqipërisë, por janë projekte që i rrinë mirë edhe italianëve. Domethënë, u rri shumë mirë italianëve që projekti i interkoneksionit në New York po vazhdon mëtej dhe kjo do të thotë që në një kohë të arsyeshme
mund të shohin italianët rezultatet e tyre në faturat e tyre të energjisë elektrike. Ose, u rri shumë mirë italianëve fakti që ne po punojmë që kompanitë italiane të bëjnë më shumë, të investojnë më shumë dhe të kenë më shumë sa i takon shpërndarjes së punonjësve të tyre. I rri shumë mirë Italisë nëse bashkëpunon me ne në fushën e mbrojtjes, sepse në radhë të parë nuk mund të mos thoni se duhet të blejmë ne armatime nga Amerikanët, por duhet të themi edhe se si Italia vepron në këtë fushë me produktet e veta të ekselencës, duke ndihmuar Shqipërinë dhe vendet të tjera dhe duke bërë një herësh ekonomi për veten. Pra janë shumë gjërat që janë bërë dhe bëhen ndërkohë që ju bëni të njëjtën pyetje. Më kuptoni besoj? Jo të njëjtat pyetje, të njëjtën pyetje se nuk janë as pyetje në shumës, është një pyetje vetme kjo. Dhe pastaj, ju më thoni nëse unë do të kisha bërë të njëjtën gjë duke u kthyer pas. Unë këtë e kam thënë që në krye. Me Italinë, unë do të bëja 100 herë, edhe pse 100 herë ju do vazhdoni të ishit kundër. Me vendet të tjera, kur. Dhe këtë ju a kam thënë dhe vendeve të tjera. Dhe kur ata më pyesin pse, unë ju them, sepse ju nuk jeni Italia, dhe ky është një problem. Këto vende nuk janë Italia, respektohen, admirohen për gjithë sa ata janë, por nëse këto vende nuk janë Italia, nuk mund t'i kërkojnë Shqipërisë çfarë ju kalon në mendje. Italia mund t'i kërkojë Shqipërisë çfarë i vjen në mendje. Dhe ne jemi gjithmonë gati për të përgjigjur po, sepse ndihemi pjesë përbërëse e këtij vendi. Duke respektuar dhe unë protokollin po flas në italisht, ju folët për 6 mujorin e parë të vitit 2028, ndoshta do të fillojmë të mbyllim politikisht edhe kapitujt. Ju folët për ministrat e Shqipërisë që flasin në italisht, po ju siguroj që mes nesh kemi dhe ministrat e cilët flasin shumë mirë greqishten, por kjo nuk na ndihmon me Athinën. Ndoshta, nëse do të kishim një problem me Greqinë, çfarë do të bënte Italia? Kjo është pyetja për ju. Zonja kryeministre, shumë nga marrëveshjet flasin për një panoramë që është ajo sektorit të mbrojtjes. Flitet për 2 auto vedeta. Kjo do të përdoret edhe për të ndaluar fluksin migrator, pasi ju kujtoj që vëllai i motrës apo motrave të Italisë është një herë edhe kryeministri i një populli emigrantësh. Dhe kështu do doja t'ju kujtoja ngjarjen e rëndë me Anien Sibila të para shumë viteve më parë dhe për sa më takon, shteti italian ende nuk ka kërkuar falje për këtë. Atëherë, për sa i takon çështjes së hapjes së dialogut politik, shikoni, siç u përgjigja dhe më parë, ne jemi mbështetës të hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sigurisht, duke respektuar rregullat, mendoj që fakti që do të përfundonin marrëveshjet më të fundit teknike tregon edhe një punë shumë të mirë dhe të madhe që është bërë nga ana e Shqipërisë. Është diçka që ne po e ndjekim dhe po përpiqemi ta lehtësojmë, madje gjatë mbledhjes son plenare me ministrin e drejtësisë Carlo Nordio u fol edhe për mundësinë e përfshirjes së universiteteve italiane dhe fakultetet të drejtësisë italiane pikërisht në hartimin e teksteve juridiksionale kështu me radhë. Pra, çka bëjmë ne është që t'japim ndihmën tonë 360 gradë. Sa i takon dialogut politik, është e qartë që ne do të mbështesim për mbylljen pozitive të dialogut politik, por nëse mund të them, e di që ka disa fërkime, disa vështirësi. Unë i di, njoh miqtë e mi grek, njoh kryeministrin Mitsotakis dhe dua të them që ata janë njerëz të cilët kanë punuar gjithmonë për të mirën e Europës dhe për të ardhmen e Europës. Kjo do të thotë që unë nuk besoj se ka gjë për të druajtur në këtë kuptim.
Unë do të thosha që si Italia, ashtu dhe Greqia janë dy vende fshinj, fakti që është deti në mes, na relakson për sa kohë ne takojmë njëri tjetrin, ndërkohë me linjën jemi në një linjë kontakti, pra ndoshta ndonjëherë mund të jetë pak më e ndërlikuar se nuk kemi kohë të relaksohemi duke notuar apo ndërkohë që përshkojmë me varg për të shkuar tek tjetri, por thënë kjo, unë do të thosha që pasi ka kaluar një moment jo i lehtë për të gjithë arsyet që të gjithë i njohin, ne jemi në rrugën e duhur, jemi duke punuar mirë së bashku, e kemi thënë gjithmonë, për ne vlerat, parimet e mbrojtjes pakicave janë vlera dhe parimet të cilat janë të pandashme nga ekzistenca e Shqipërisë demokratike. Dhe kur Shqipëria vë përpara nesh apo si të thuash na thërret në këtë drejtim, apo na bën ndoshta ndonjë vretje në këtë kuptim, janë të mirëseardhur. Ndërkohë, ne jemi duke punuar dhe për gjithë pjesën tjetër dhe unë jam shumë optimist për faktin që në vitin 2028, kohë kur Italia do të ketë kryesin dhe Gjorgja do duhet të drejtojë negociatat politike për antarësimin e Shqipërisë në Europë, nuk do të ketë nevojë të tërheqë veshin Qeriakos, sepse do të thotë që deri atëherë do kemi zgjidhur çdo gjë. Përveç kësaj, për sa na takon neve si vend emigrantësh, po, e mbaj mend shumë mirë këtë, por mbaj mend edhe diçka tjetër, që shkuam drejt këtij vendi dikur dhe gjetëm në këtë vend dyert e hapura të gjithë popullit italian. E pra, nëse populli italian zgjedh një qeveri në mënyrë demokratike dhe kjo qeveri na kërkojnë ta ndihmojmë lidhur me një program të vetin që e lidh me një kontratë me popullin italian, ne e bëjmë këtë gjë me dëshirë, jo thjesht për qeverinë, por për popullin që kjo qeveri përfaqëson. Dhe kështu, është e sigurt, jemi më se të lumtur që të ndihmojmë, të japim një dorë, sepse nuk ndodh shpesh që Italia t'i kërkojë ndihmë Shqipërisë. Përkundrazi, Shqipëria i ka kërkuar shumë herë ndihmë Italisë dhe kurrë nuk na e ka mohuar. Nuk do ta harroj kurrë në jetën time atë çka bën forcat e zjarrfiksve italian kur ne patëm tërmetin. Unë isha aty, unë i takova ata, ishin djem dhe vajza që kishin ardhur për herë të parë në Shqipëri, në errësirë, sepse ishte ende natë, erdhën të parët tek ne, të gjithë ju futën punës dhe puna e tyre bëhej nën gërmadha. Ata rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar jetë të njerëzve që nuk i njihnin dhe mbi të gjitha në një vend në cilin kishin ardhur për herë të parë. Dhe fal tyre, numri viktimave të atij tërmeti që shumë më i ulët se sa ajo çka rezultoi në fund. E pra këto janë gjëra që mbeten përgjithmonë dhe janë gjëra të cilat bëjnë që Italia të mos jetë thjesht një nga aleatët, një nga partnerët, por të jetë shpirti motor i Shqipërisë. Dhe për ta mbyllur